Buçi më bu CHI. Bu CHI. Po. Mirë se më erdhe. Blan. Nëse gjeta. Qefi që ja dolëm të bëjmë këtë podcast. Se unë si i ri, kështu si person akoma i ri në moshë, le të themi, jam goxha i tërhequr nga persona që kanë aftësi më të mira folse se sa unë dhe ti je një nga këta persona që unë e konsideroj të tillë. Faleminderit edhe pse jam po mungojnë fjalë. S'ka problem, nuk duhet të vënë siklet. Kazmen, përpara se të them unë pse ti je këtu, domethënë, gjuhësve të mi, do kishte që të prezantoheshe një çik vetë në fillim? Kush je, çfarë bën? Unë jam Gazmend Molle, nga Kosova, por që dikun 22 vite jam në Francë. Punoj në Zvicër aktualisht, punoj për një kompani të madhe të modës dhe kjo është e tëra. Ka kohë që jam dalë edhe jetoj këtu. Bukur fort. Po, si vete dikush, domethënë, një person që punon në mod, unë po e trajtoj në anën pak më të paditur, siç mund ta trajtojnë masa, domethënë, si mundet që një person që mëson që punon në mod, domethënë, të ketë interes kaq shumë të madh, domethënë, në temat që ne diskutojmë në Twitter. Se për shembull për dëgjuesit një herë për hyrje, arsyeja pse unë e kam ftuar Gazin është sepse në të gjitha spacet që ne kemi bërë, edhe në shumë raste kur bisedat devijojnë ose agresiviteti rritet e të tjerë, unë pjesë e tyre, unë jam një nga të parët që jam goxha jo stabil, domethënë sidomos kur temat janë të rënda. Kazmendi është nga një personat për shembull që arrin të ruajë gjaktësinë në mënyrë, domethënë goxha artistike. Edhe kjo është arsyeja e parë, po jo e vetmja për të cilin unë Gazmendin e kam këtu sot me mua. Të shikaz, pse? Edhe mua më kam petur njerëzit në fillim. Po që do t'i bleon, merresh, bën podcast e flet, shu qa s'ke qa bën, a ke kohë të lira. Edhe unë të bëjt njëtën pyetje që më kam bërë mua njerëzit. Pse duhet me u marrë njeriu me space, pse duhet me diskutu? Një kohë të gjatë kam qenë plotësisht i shkyqur nga jeta politike dhe nga komentet në Kosovë. Kam përcjell nga larg, por nuk jam marrë atë shumë. Pasi që një të mënyre duke u marrë një kohë gjatë në fëmijëri edhe në rinji, pak më është gërditur ashtu edhe pata kthy skemës politike në Francë edhe duke udhëtuar me vetur ndëgjoja radio, çdo mëngjes radio francez dhe kemi një fatin që kemi radio shumë të mirë që trajtojnë tema çdo ditë. Edhe në mëngjes edhe në mbrëmje dhe ai modeli diskutimit, domethënë gjitha temat që kanë mujtë mu diskutu nga perspektiva franceze për elementin francez, më kanë bërë përshtypje dhe në para një viti ose dy, ashtu një vit e gjys, motra më tha, po pse more nuk mirësh ti edhe pak nuk përfshihesh në debatin ton, thash po, shishon, unë dhe më njeh pak, unë nuk jam shumë konsensual, nuk rreshtohem shumë lehtë. Unë e them ato që mendoj dhe mendoja që mos po ju pengoj atyre në përditshmërinë e tyre me ndonjë pozicionim. Grahe se nuk e kemi problem, nuk është problem, njerëzit me kohë të njohin edhe të marrin ashtu siç je, nuk ke nevojë të mbrohesh. Dhe më pëlqeu, pastaj duke filluar diskutimet, më pëlqeu edhe fillova pak më shumë me u kyç.
pse kyçem se kjo është një kritikë edhe që me bën nganjëherë domethënë kritika e gjithologut, si është e mundshme që në çdo temë. Shonë i kam gati 48 vite, i kam lexuar në ashti 4800 libra, nuk e di sa, domethënë kam jetuar në shumë vende, edhe kam punuar, kam përvojë gjatë pune, edhe nëse nuk kam opinion gati për secilën temë, një vërmire jeta ime pas ka qenë hoq, është normal që dikush në këtë mosh dhe nëse ka qenë i interesuar politikisht të ketë një huri, sa do pak të ketë një opinion dhe të mundohet ta shpreh. Dhe kështu erdhe, unë kam qenë shumë aktiv, jo në politikë, por në aktivizëm, kur kanë qenë fort i ri, por pastaj ashtu ndodhi, ndola ka dhe kësisoj. Këto fillimet, domethënë, duket sidomos në shoqërinë shqiptare, domethënë se janë fillime të njëjta, janë në rastet e pakta, siç është rasti jot ku personat e tjerë të shtyn, të tërheqin në këto lloj temash sepse i mendojnë se do jesh një personazh i mirë, një karakter i mirë për dëgjuesit. Është vetë personi në të rasti që je pak i ndroqur në fillim, që jo po s'dua të prish punë, jo se kështu, jo se ashtu, kurse në shumica e rasteve janë siç ka qenë dhe rasti im, domethënë që shumica është thjesht e kanë pasur atë përshtypjen ose e kanë pasur intencionin vetëm me të neguar në fillim që pse mos e bëj, mos harxo kohë kot, ose gjëra të tilla për shkakun që s'ka përfitim. Edhe më vjen pak për të ardhur keq, domethënë kur përfitimin e shikojnë vetëm nga ana monetare, sepse unë jam me veten time goxha krenar të them, domethënë që u kam mësuar shumë gjëra vetëm nga podcasti, vetëm nga personat që kam biseduar në space, gjithashtu sidomos në tema që ne kemi diskutuar bashkë normalisht. Në shumicën e kohës kanë qenë tema shoqërore, të nisura nga ngjarje të ndryshme, të mira apo të këqija, por edhe gjeopolitike, pasi normalisht jemi pjesëtar të njëjtit kom. Edhe duhet që të marrësh pjesë në për këto, duhet të angazhohesh dhe vetë unë jam personi që nëse nuk angazhohem pak më shumë që edhe të flas, edhe ta bëj atë gabimin, edhe ta them diçka që nuk thuhet që të korrigjohem më vonë, domethënë nuk mësoj në të njëjtën mënyrë. Mësoj më thjesht kur interagoj vetë, kur jam pjesë e të gjithës vetë. Shumë persona këtë e kanë shumë problem, domethënë. Unë mendojmë ta shes të gjë të mirë, unë personalisht mendoj se është vërtet i mirë të përzihesh me njerëzit sepse nuk ka ndonjë humbje, nga çdo kush mund të mësosh, minimumi nga çdo kush mund të mësosh edhe më shumë se aq. Por këtë pjesën e gjitha logut që ti përmend e kam hasur dhe unë deri në një farë pike, por ndryshe nga ti për shembull unë nuk e kam lexuar as libra, nuk e kam atë njohuri, edhe më pëlqen pyetjet e gjithësishme. Më pëlqen të jem debate, pjesë e debateve kudo të mundet. Edhe nuk është se më vjen kështu turp të bërë në një pyetje që mund të quhet pyetje e pa vend ose pyetje e dobët, e kupton? Përderisa unë po bëj atë pyetje, domethënë që për mua është diçka e paqartë, edhe nëse është për mua diçka e paqartë, minimumi edhe për një tjetër është e paqartë. Kështu që sigurisht, normalisht gjithë secila ndihmon njëra tjetrën. Po, siç duhet dhënë mendimin edhe me i shtru pyetjet që na shqetësojnë neve, sepse ato i pyetje i dim ne. Nga njëherë duhet dhënë shtru opinionin dhe dhënë mendimin edhe për çështje që njerëzit nuk mendojnë se janë çështje. Por me kohë ndoshta dikush fillon edhe ai të mendoj që ndoshta është edhe kjo interesante dhe e rëndësishme. Shumë shpesh unë mendoj që zgjidhjet e problemeve të përditshme nuk janë të gjitha zgjidhje epokale që ka bëjnë diçka shumë që marrin shumë angazhim. Shumë shpesh zgjidhjet janë një shtyrje pak matutje e një çështje, një shtyrje këndeje një çështje tjetër dhe
duhet pas, unë ku të jam është ardhmëria edhe sidomos ardhmëria e trindve. Unë mendoj që ka mjaft atë të tillë që mendojnë për të kaluarën se si është bërë. Unë mjaft di edhe për të kaluarën, por mendoj që duhet të jemi ta orientojmë diskutimin dhe debatin për një të ardhme të afërt, të mesme, të largët, edhe nga një herë nuk është e lehtë njerëzit të dalin nga ato shablonet e mendimeve se si thurën në opinion publik dhe të mendojnë pak më ndryshe dhe ndoshta aty që ka. Ka ndonjë zgjidhje të re dhe Po? dëgjoj. Jo, po ndëgjoj. Okej. Jo, është e drejta, edhe unë kam vërë, unë kam qenë pjesë e të njëjtës gjë edhe vetë, janë disa tema, për shembull që unë kam shumë të vështirë ti lëshoj, kam shumë të vështirë ti lë në të shkuarën, edhe sa më të pa mbyllura të jenë ato probleme, sa më ekzistenciale të jenë, domethënë aq më vështirë bëhet për mua personalisht të anashkaloj diçka dhe të jep syt nga ardhmja. Edhe ma hamënjë kështu është për një pjesë të madhe të shoqërisë. Kjo që thua ti është absolutisht e drejtë, por e di kur kam unë për shembull një diçka që nuk e kuptoj vetë personalisht është që ku e tërheqim vijën. Domethënë, cilat debate lihen për të shkuarën, që për hir të së ardhmes, që të kemi një të ardhme të shëndetshme, me të rinj të shëndetshëm, dhe cilat nga ato bisedat të shkuarës duhen vazhduar akoma, sepse janë ekzistenciale, domethënë. Ajo ky kufiri nuk e kam shumë të qartë. Jo, kufiri nuk është e qartë, dhe vërtet nuk është se duhet të ketë ndonjë kufi të caktuar. Unë mendoj që duhet të ketë hapësirë të mjaftueshme për të diskutuar të ardhmen. Mos të preokupohemi 100% vetëm me të kaluarën, që shpeshherë sepse mjafton 70% më marrë me të kaluarën. Mjafton më marrë me të kaluarën 50% të kohës, dhe pastaj nuk negociohet, unë nuk besoj që negociohet diçka nga e kaluara që duhet të harrojmë ose që duhet. Por është me rëndësi, mendoj që të shikohen edhe pjesa e rinisë, pjesa e të ardhmes. Shumë shpejt është duke shkuar koha. Është shumë shpejt duke shkuar koha për në botën moderne dhe nuk jemi vetë. Kur e merr parasysh që një shumica e shteteve të zhvilluara janë duke përparuar me një shpejtësi të hatashme. Për shembull sa i përket shkollimit, shumica e vendeve të zhvilluara, mos tash vetëm perëndimore, po edhe në lindje edhe gjithandaj, fillojnë mësimin me fëmijët që nga mosha 3 vjeçare. Më tutje kanë mësim tër ditën. Kanë aktivitete jashtëshkollore të organizuara nga organet, nga institucionet. Përpas asaj kanë edhe aktivitete gjatë pushimeve. Pushimet i kanë shumë shpesh më të shkurtëra se ne, për shembull në Kinë kanë më pak det pushimi se sa në Kosovë. Dhe kur të merr gjithë këtë edhe plus i kanë metodat më të shpejta të nxënjes, i kanë metodat shumë më të shpejta edhe i kanë kushtet më të mira. I kanë gjitha këto më shumë, edhe është e pa drejtë që tash e merr një fëmijë në moshës 10 vjeçare, 11 vjeçare e thu pse nuk je ti si ai kinez. Po çysh me qenun e si ai? Nuk është e mundur sepse nuk japet më shumë mundësi edhe rëndësi asaj pjese, edhe në mendoj që ka hapësirë edhe sidomos që ka shumë e rëndësi. Pjesa rurale është ajo që ka ngel më mbrapa, edhe në pjesën rurale infrastruktura ekziston. Shkollat,
janë zhvrasta, mund me pas shëndrim tërditore e gjëra tjera. Po jo vetëm këtu, edhe në aspektin e trajnimeve në fushat e ndryshme, në punë, në mënyra se si punohet, në çdo gjë, ata, domethënë bota e zhvilluar është duke shkuar me një shpejtësi shumë të madhe përpara, që dallimin mes tyre shpejtësive nuk ka qenë kaq i madh para ka zënë 50 vite ose mos themi gjithmonë kanë pas përparësi, por ka shumë dallim. E janë disa pika si kjo që mua më bëjnë të mendoj që njerëzit mendojnë që 10 vite, 20 vite për me bërë një reformë nuk janë kur gjo, por faktikisht i pe humbe edhe një gjenerat. Dhe nuk është që prindrit nuk kanë dëshirë, se unë i kuptoj që çdo prindër edhe mendoj që është kjo edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, po edhe në gjitha vendet e Ballkanit, prindrit kanë hjek edhe kanë vuajtur, kanë punuar para orarit, pas orarit, si kanë mundur, i kanë kryer ato punë vetë, por shumicën e rasteve jam kanë mundsu fëmijëve të vazhdojnë shkollimin. Por ku po ngec është se shteti nuk po e merr mjaftueshëm të rëndësishme këtë aspektin e shpejtësisë dhe kohës që një iri duhet të kalojë në mësim, edhe gjithë barazisë. Unë për shembull janë disa çështje kontradiktore. Unë jam kundër detyrat të shtëpisë. Çështja kjo shumë e vogël, pa lidhje. Por prindrit e varfër që punojnë për shembull edhe jashtë orarit në për fabrika kthehen të lodhur, nuk kanë kohë mjaftueshme më kujdes për fëmijët e tyre, ndërsa prindrit që janë më të kamon edhe që kanë mund me organizu edhe domethënë mësim privat edhe gjitha tjerat me kry punë dhe pas më shumë për krahje mi u ndihmu në detyrat shtëpisë. E unë mendoj që duhet të kushtohet një orë më tepër, opsionale, në shkolla, edhe të thuhet në këtë orë, në qoftë se mund doni të zgjedhni, ne i ndihmojmë fëmijës tuaj ti kryej detyrat. Nuk ja kryjm atyre, por i rrim te kryt. Ai kryte, ajo, edhe derisa ti kryejnë detyrat për çato orë, dhe pastaj kthehet në shtëpi, luan me shokë, krejt ato. Por kujdeset aty që të kenë një farë mënyre kushtet e parabarta me atë të tjetrën, dhe këto janë zgjidhje para shumë nganjëherë doken shumë periferike, por nuk janë edhe aq periferike. Mendoj që ndikojnë në barazinë e mundësive, dhe për mua është shumë me rëndësi që të gjithë të kenë mundësit sa më shumë të barabarta që të korrin sukses në jetë, sepse ashtu. Shife, tema vajti goxha bukur, domethënë që dal fiks atje ku dohet të pyesja dhe më përpara se ta fillonim unë dua të organizoj një podcast të madh me disa persona për sa i përket reformës shkollave, sepse është i njëjti model shkollor edhe në Kosovë, dhe në Shqipëri ka pothuajse ndryshime minimale të parëndësishme. Edhe sot nuk i futemi dot me detaje, por mund t'i cekim ca gjëra. Problematika më të madhe që shohim, domethënë me këtë sistemin shkollor shqiptar, edhe nuk po them përmend kosovar se nuk më pëlqen ta diferencoj atë fjala Kosovë, nuk është më pëlqen shumë si. Mund të themi shqip. Problem shqipe. Po. Sistemi shkollor në gjuhën shqipe, domethënë, ose për të gjithë kombin shqiptar, le të themi, ka probleme sepse është i shkurtër para fare. Edhe siç e përmendë ti pak më përpara që the prindrit punojnë, stërmundohen, punojnë punë të këqija, punojnë 2 punë, 3 punë, ose punojnë me orë të gjata që t'i mundsojnë fëmijës një shkollim. Kurse në shtetet për shembull si në Zvicër ose në Francë, në Gjermani ku jam unë, apo edhe miqtë tanë të tjerë të Spaceit që janë të shpërndarë për Angli,
Aty është shteti që ja mundson fëmijës shkollimin, nuk është prindi. Bile, jo vetëm që është shteti që ja mundson atë shkollimin e plot, domethënë, por edhe shkolla vetë zgjat, është ai orari i klasik anglez për shembull që është 9 me 4:30, që gjatë kohës kur prindi është në punë, sepse normalisht shumica e personave domethënë punojnë në punë që janë 8 orarëshe, 9 orarëshe, 10 orarëshe. Edhe normalisht shumicën e ditës janë të ikur. Edhe në të periudhë që ata janë të ikur, edhe fëmijët janë në institucion, janë në shkolla, janë fëmijë më social. Kjo është lidhur drejt për drejt me agresivitetin që kemi. Ne si shqiptarë jemi persona aktivisht apo pasivisht, nuk ka rëndësi, po jemi persona agresiv. Edhe kjo lidhet edhe me faktin e socializimit, me përzierjen me njerëz të tjerë, me sa kohë shpenzojnë fëmijët me njerëz të tjerë, që nuk janë gjithmonë mami dhe babi që do ja japi atë lodrën, që do ja japi atë çokoladën mos të qajit, domethënë. Duhet të mësojnë edhe të bien ndesh me njëri tjetrin që kur janë të vegjël. Kjo mungon në Shqipëri, që nga Covidi për shembull në shumicat e shkollave të Tiranës, një kuriozitet është akoma po bëhen me orë të shkurtra. Fëmijët i çojnë në 8, në 11:30 mbarojnë shkollën. Kjo është katastrofë. Kjo është katastrofë. Po këta prindër çfarë do bëjnë tash? Do jetojnë në institucione private. Me ato rroga që kanë ata prindër atje, asnjëri nuk ja mundson. Edhe bie komplet sepse i çon në shkolla private më mbas, më mirë, e di thjesht futen në shkollë private all in all, mos e çon fare shtet, domethënë, se sa ti bësh kurs nga mbrapa që të arrihet ora e gjëra, se domethënë sistemi i tanishëm është sistem që është bërë që shkollën publike mos ta pëlqejnë prindrit për fëmijët e tyre, të jetë jo atraktive për prindrit, sepse kushte nuk kanë. Kushte nuk kam, unë jam brezi, kam qenë 41 veta, domethënë, s'kemi pasur asnjë lloj gjëje, as laboratore, asnjë lloj gjëje. Ne dinim vetëm laps e shkumës në drast zezë dhe haq. Nuk kemi parë asnjë lloj eksperimenti e të tjerë, edhe si unë, qindra e mira të rinj të tjerë shqiptarë, domethënë, edhe fatkeqësia më e madhe është se siç po e the pak më parë që bota po vazhdon akoma shpejtohet, sepse shpejtësia që ecën sistemi është eksponenciale normalisht. Zhvillimi i teknologjisë është gjithmonë eksponencial, nuk rritet me 10% çdo vit, ai rritet në mënyrë eksponenciale. Edhe ne jo vetëm që gjaj jemi mbrapa, ne tashmë jemi mbrapa dhe kemi një diferencë shumë të madhe, por ne as nuk mundohemi për këtë. Edhe kjo është për të ardhur keq, me të vërtetë, sepse të gjithë thonë që rinia, po flasin për politikanë, thonë që është e rëndësishme investimi, shkolla, arsimi, por është e vështirë të shohësh në një hap të drejtë të ndërmarrë. Kemi ato kryetarët e Bashkisë së Tiranës për shembull, ato bëjnë fasada. Tash unë jam inxhinier ndërtimi. Edhe unë jam 100% i sigurt që fasada që i lyen një shkolle ka zero impakt në mësimdhënien. Ajo është thjesht për ata që do ta shohin nga jashtë, të thonë ja çfarë bëri. Po kur brenda nuk ka një kompjuter të mësojnë coding, të mësojnë një web developing, që janë teknologjitë të së ardhmes, të bëjnë eksperimente kimike, të bëjnë eksperimente biologjike, siç bën jam i bindur që e njeh dhe sistemin e francezë që i kanë në perfeksion, domethënë. Se ne nuk jemi as larg, se nuk është se jemi domethënë në zemër të Afrikës, pa dashur të diskriminuar, për të diskriminoj, se dhe atje ka shtete shumë të mira. Por të duket ndonjëherë shumë surreale dhe është shumë e mërzitshme që jemi afër këtyre lloj superfuqive të dijes, siç është Franca, Italia, Gjermania dhe Anglia për shembull. Edhe prapë jemi shumë mbrapa. Jashtëzakonisht mbrapa. Ja, për këtë unë jam shumë i revoltuar, e pajtuam plotësisht me ty. Unë jam shumë i revoltuar sepse mjafton një përkushtim më i madh dhe nuk është që nuk mundësit janë të pamundshme. Po dua të cek për shembull, me marrë një shembull, vajza ime ka më shku, do të shkojë në Angli në muajin e ardhshëm. Është një shkëmbim nxënësve për 2 javë do të jetojnë me një familje atje dhe do të shohin vendet. Çka e pengon Kosovën dhe Shqipërinë sot të shkëmbejnë
nxënësit nga Tirana të shkojnë në një fshat në komunën në një nga komunat e Drenicës dhe nga Drenica të shkojnë në Vlorë ose të shohin detin. Çka mund t'i pengoj? Do të thonë ajo familje që, si më thon, që një fëmijë i tij ato 2 javë shkon dikun e pret një fëmijë të tjetrit, i shkëmbejnë përvojat, lidhen së pari paraprakisht, shkëmbejnë letra dhe në fund njoftohen, rriten, shohin diçka tjetër edhe e plotësojnë një ëndër të tyre, një përvojë jete. Këtë kjo, po them që nuk është që diçka me tanë të drejtë, një njëjtë autobus që shkon anej mund të mi marr ata këndej. Nuk ka përpas asaj që askush nuk po i mendon këto gjëra si të rëndësishme. Për këtë thash më herët se kur dikush i merr këto gjëra si të rëndësishme, e sheh shumë shpejt që nuk qenë ka bre shumë vështirë, pse bëhet ka të vështirë. E ka shumë rëndësi kur tash punë për që fëmijët të fillojnë shkollimin parashkollor, që në moshën 3 vjeçare, ka të bëjë edhe me nënat, lirohen nga disa obligime dhe mund të punojnë, mund të marrin një punë, mund të vazhdojnë karrierën, mund të edhe ta fillojnë karrierën. Nuk është fatalitet një nën posa të ketë fëmijë 10 vite të hiqet nga tregu i punës dhe ndoshta edhe mos të kthehet asnjëherë, sepse nuk është levordia ekonomike me sot me çu në kujdes fëmijën tën privat, pastaj rroga nuk del anej. Domthonë këto gjëra do të shteti ti rregulloj dhe nuk ka asnjë arsye përpos asaj që nuk janë duke i kushtuar rëndësi të armës, por po mirën shumë me të kaluarën. Nuk është problematik, që për shembull ministri i kulturës në Kosovë, Hajrullah Çeku, është shumë ministër i mirë, ka bërë punë të shkëlqyer në renovimin e disa kullave dhe shtëpive që janë të rëndësishme për të mbajtur mend, ta kujtuar historinë. Por nuk kryhen ato punë me para të rinisë. Ato punë kryhen me mecenat, me shkon fton donator, mund të bëhet një thirrje për një fond për diasporës dhe të kryen ato punë, si të them, me donacione, jo me buxhet i cili është për kulturë, rini dhe sport. Dhe sporti nuk është kërkon hiç, kultura nuk është askon hiç, rinia nuk i kushtohet rëndësi, e na po mendoj shkojnë dhe i suvatojnë disa kulla private me para të rinisë, se nuk po them të shtetit, se nuk po them që nuk ka rëndësi, por duhet megjithatë të mendohet më shumë për këtë pjesën e ardhmërisë dhe çka të bëjmë me rinin, të krijohen kushte më të mira për ta, edhe kultura në shkolla, sporti në shkolla, të ketë një organizim klube i komplet, domethënë jo vetëm ashtu shkele shkon një arsimtar i kulturës fizike që thot, të luajmë një lojë me fshatin tjetër. Jo, do të ketë organizim, të merret për cilën fëmijë. Jo, loja me fshatin tjetër është mirë mjaftueshëm, kur kam bërë fizkultur, profesori ishte të pi cigaret, të cepës është të ikin se s'kan merr pastaj të iknin pinë një kafe. Ka dashur. Është nuk dhe njeri, po ndonë se sot t'ishte vërtet një gjë që mund të flasim për metro në Tiranë ose në Prishtinë dhe të na thojnë, por duhen 1 miliard edhe mbyll gojën, okay, 1 miliard, po pjaxojnë ka 5 miliard. Por këtu është, këtu
nuk ka të bëj me ato shuma, ka të bëj vetëm me përkushtim dhe me një organizim të mirë. Unë më prekin shumë këto çështjet e barazisë shoqërore dhe sociale dhe të drejtave dhe mundësive të barabarta, sepse luajnë rol shumë në të ardhmen se kë do të çfarë një çfarë popullate do të kemi. Pabarazia sjell kriza, pabarazia sjell kohë pas kohë dhe revolucione, gjëra të tjera nuk është e duhur. Mendoj që nuk mund të jetojmë sot. Unë isha disa që janë jetar të secili për vete, nuk mundet fëmia im të jetë i shëndosh afër fëmijëve të tjerë që janë të sëmur. Domethënë edhe po mendoj edhe fjalë për fjalë, nëse do të gjithë të kenë një shëndetësi, një shkollim, sepse ata rriten mes veti dhe ashtu do të shkojmë të para. Po këto ideale që ti ke, kjo lloj mënyre që ti ja ke implementuar, e ke mësuar apo e ke zhvilluar veten që të mendosh, domethënë, është fatkeqësisht e rrallë. Edhe unë për një periudhë të madhe kam menduar, domethënë që se unë dua që të ndryshojnë gjërat, unë dua që të jetë një shkollë më e mirë, edhe kam qenë i mendjes domethënë që po gjithë si unë mendoj, ose shumica mendon si unë, që nuk është e vërtetë në fakt. Dhe nuk është e vërtetë jo për arsye të këqija, jo se njerëzit nuk i intereson. Pjesa dërmuese nuk e kanë atë lloj luksi që të mendojnë atë gjë. Domethënë, nuk e kanë kohën e lirë ose nuk e kanë atë hapësirën si të kohës, si financiare, si të stresit, që të fillojnë të mendojnë për tema të tilla. Edhe siç e përmendëm përpara me lekët e rinisme dhe të tjera, domethënë politikanët shqiptar bëjnë edhe evente, domethënë festa me lekët e shkollave e tjerë, që është për mendimin tim budallaleja numër 1, sepse me ato lekë ti duhet vetëm të investosh, asnjë gjë tjetër. Asnjë gjë tjetër, nuk merret as me jo bëj këtë, jo bëj atë, jo lye, jo bëj këtë fare. Ajo bëhet vetëm investim bërthamor, investim që ka impakt direkt me mësimdhënien në radhë të parë, edhe e dyta vjen kushtet. Për shumë persona kjo që tingëllon pak e çuditshme, se thonë që jo, po nuk që shkolla e mirë si godin, si do mësoj. Jo, ajo vjen e dyta gjithmonë. Nëse ti profesorët paguajnë mirë, nëse profesorët vënë në punë me dëshirë vëlla. Nëse profesori çohet në mëngjes thotë që faleminderit zot që u zgjova, sonte unë do shkoj në punë, punën time unë e bëj me dashuri. Një profesor i tillë bëhet idhuj për fëmijët. Fëmijët do të dëgjojnë me vëmendje, do të duan të mësojnë ato gjëra çfarë ai profesor paraqet. Po nëse një profesor nuk i vjen fare vetësa për të marrë rrogën, kualifikimin nuk e ka. Kemi anekdota, histori, domethënë pastaj nga më të frikshme, nga më të ndryshme për profesora, për shembull që kanë të themi në një mënyrë të thjeshtë, domethënë probleme thelbësore, domethënë me formimin e tyre dhe jo më ta përcillen atë tek fëmijët. Edhe normalisht një person i tillë nuk është atraktiv, sepse sado ai të japi dijen shkencore, që thotë që me këtë që un po ju shpjegoj, profesor matematike apo fizike, funksionojnë shumë gjëra të jetës, do bëhen inxhiniera, do bëhen kështu. Fëmia me ata anën si të themi të pashejtanosur i thënë ata nga jugu, që të pa djallëzuar, me ata anën e vet pa djallëzuar, normalisht të thoj që mirë, po çfarë të ka sjell kjo gjë. Edhe fëmia, si i pa djallëzuar që është të drejtë ka. Sepse ne nëse nuk i ngrejmë këta që kanë mësuar, nëse këta që po vërtet po japin atë dijen më mbrapa, nëse këta nuk jetojnë mirë, si funksionon kjo për logjikën e fëmijës? Thoj që vallai po ti mësove, edhe e ke jetën tënde mizerabël, domethënë. Kurse ata që shesin kokainë, janë me makina, pse do të dëgjoj ty unë ajo atë? Se s'bën sens. Se fëmia nuk do hyj tash të bëj moralin, jo kush është e mira, kush është e keqja, ajo i serviret. Është shumë e thjeshta ta nxjerrësh nga shinat.
Është shumë e vështirë ta fusësh dëshinën, por për ta nxjerrë është në sekond e shkatron si individ. Nuk diskutohet fare. Edhe një profesor që është i dashur, i ditur, eloquent, interesant, që dita bëj interesante për fëmijët, mund të jetë edhe një shkollë që s'ka as ngrohje, as tohje, as një gjë. Ne kemi pasur një profesor për shembull në gjimnaz që ne ishim 43 veta në një klasë. Ajo klasa mund të qenë, le të themi, 30 metër katror, në Korik, në Berat, të 37 gradë Celsius, edhe ishim të gjithë super aktiv, sepse ai lloj individi, edhe në mes të vulkanit të ishim ne, ai prap do e merrte vëmendjen tonë, edhe e dinte si ta luante. Po njihej. Edhe ai është nga ata persona që thoshte, "Ok, është rroga ai sa është, unë e bëj se e kam me dashuri." Kurse të tjerët normalisht do motivohen edhe duke parë përfitimin e vetes vet. Se le të themi të drejtin, nga sa është përqindja e mësuesve që e bëjnë me dashuri, vetëm se duan të mësojnë. Si Sokrati, për shembull, që nuk merrte asnjë lloj pagese, por rinte rrugëve të Athinës me zhele. Sa janë? Nuk e di, është pyetje e vështirë. Po, e kuptoj edhe mendoj që njësoj sikur pjesën tjetër shoqërisë, edhe ata janë të kaluar një shumicë që po i quajnë tash edhe arsimtar të vjetër, po të kalohen nga progresi në gjitha anët dhe nuk kanë mundësi të përditësohen mjaftueshëm për me vazhdu me teknikat e reja. Për mos me gjatë në këtë drejtim, por besoj që për shembull ekzistojnë këtu të ne secili profesor ka për secilën landë, për secilën orë një doracak se si të jepet ajo temë atë ditë, cilat pyetje si të fillohet, ajo është doracaku i profesorit i cili i thot, i pyet kështu, i pyet ashtu, e bën këtë lojë para se të fillojë mësimi, e bën këtë interakcion, pastaj e shpjegon dhe ju jep këto detyra. Domethënë është doracaku që pak a shumë e ndihmon që secili të ketë në mënyrë shkollimin e njëjtë, jo një mësues punojës është vërtet edhe jemi dëshmitar këtu që secili gjë që e prekum po ka shumë rëndësi të madhe, edhe gjitha këto nuk po e eliminojnë njëra tjetrën, po vetëm se po e shtojnë problemin dhe po na largojnë në mënyrë eksponenciale nga shpejtësia dhe nga progresi që i mundshëm që e kanë qytetarët dhe nxënësit e vendet të zhvilluara, dhe kjo çka krijon, do shta 1% ose 0.5% do t'ja dalin, do t'ja arrin, por pjesa tjetër do të hyjë në treg të punës me një problem shumë të madh që nuk do të arrin ta rikuperoj për një kohë të gjatë qoftë në treg punës, qoftë edhe në studime e tutje. Por gjithë kjo lidhet shumë me krijimin e një shoqërie më të barabartë, edhe aspirimin, unë e kam edhe në bio në Twitter, për një jetë më të mirë. Për mu është çaja që është shumë e rëndësishme që edhe duket si tautologji, duket që secili mendon ashtu, por kjo do të jetë ai checkmark që çdo vendim që një qeveri duhet ta merr, duhet me e kontrollu. Okej, a e rregullon kjo, a është për një jetë më të mirë? Ndoshta jo. Okej, të nxjerrëm përpara një sen që është për një jetë më të mirë të njerëzve. Dhe kështu të prioritizohen gjërat që janë vërtet që ndihmojnë jetën më të mirë të sa më shumë njerëzve, mos të O Gazi, për shembull që ta individualizojmë çik bisedën, që ta individualizojmë pak.
duke ta themi kështu në vija të trasha për shembull. Si e definon ti një jetë më të mirë për shembull? Cilat janë kolonat e ndërtimit të një jete më të mirë? Përveç shkollës, se shkollën e përmendëm, edhe rinin. Shumë pyetje me vend dhe me rend. Nuk është parja. Mendoj që është një ndër faktorët që e ndihmon një jetë më të mirë, por unë gjithmonë tentoj ta lë në fund. Mendoj që interaksioni me njerëz është me rëndësi, krijimi dhe çka e mundson më shumë është krijimi i sa më shumë rretheve ku mund të përkrahesh, ta përkrahesh dikën në mënyrë të ndryshme, ta zëm në shumicën e rasteve, pse po them këtë se mendoj që e kundërta e një jete të mirë është një jetë e vetmuar, dhe një jetë nuk është jeta e varfër, se unë kam qenë i varfër një kohë të gjatë, por kam jetuar mirë, kam pas shok shumë të mirë, kam pas miq të mirë që edhe jemi kënaq duke diskutuar. Nuk është në pyetje me thënë drejtën, unë kam jetuar një kohë gjatë në varfëri bagit skajshme. Babai më ka vdek shumë herët, nënën e patën larguar me të gjithë nga puna dhe kemi jetuar ashtu siç kemi mundur. Nuk e di qysh, nuk e di si, por asnjëherë na nuk e kemi pasur problemin e jetesës mirë, sepse me çato pak çka kemi pas, ne në mënyrë jemi kënaqur duke diskutuar, por edhe duke i qenë afër një tjetrit, duke bërë shaka me tjetrin, dhe kjo është ai aspekti individual dhe personal, por jeta e mirë është se si t'ja mundësosh fëmijët e tu të kenë më shumë mundësi se sa te disa mundësi ndoshta edhe me pas një qef kulturor, një qef me dalë me udhëtu, me dalë me ushtetit, me dalë në weekend, por mos keq kuptohem, për shembull, unë ja shoh shumë për të madhe nga një herë një pjesë e madhe e shoqërisë që dekurajohet, dhe edhe pse pikniku është falas, por nga brengat e mëdha, një nën dhe një baba dekurajohen dhe nuk i marrin fëmijët të dalin në buzë lumit ose me një livadë aty, dhe çat cop buk që kanë pas me hangër të shtëpia, me marrë dhe me nda aty, dhe me dal me një familje tjetër, edhe me lujt pak volleyball, me qit një fli, a e kupton, nuk është në pyetje me dal me ecte aty, te afër malit, edhe kjo është jeta e mirë. Për mua është kur ti e koncepton një jetë të përbashkët me tjetrin, edhe i ndihmon njëri tjetrit me kalu një ditë të mirë, me kalu një javë të mirë, me nda një breng, me lujt një shah, me pi një çaj së bashku, edhe me ndihmë u gjet tjetrit, me u taku, e këto gjëra shumicën. Dhe po them njëherë, brengat e mëdha shumë shpesh e hjekin pe horizontit kët aspirat, sepse aspirata për mbijetesë bëhet, jo aspirata, po nevoja për mbijetesë bëhet aq e madhe sa që e kalon çdo gjë tjetër. Por duhet të mendohemi se si problemet bazike, shëndetësia, mos të jenë barë, si
bar e familje, kur për shembull një nga pleqët ka probleme shëndetësore se nga fëmijët, se si siguria në rrugë mos të jetë bar, se si shkollimi të jetë shteti të kujdeset për atë punë, e gjithë këto dhe pastaj të ketë një hapësirë kohore ku prindi, ku shokët thojnë pse nuk shkojmë deri te lumi, që nga kohë e mirë, bëjmë lahemi pak dhe luajmë pak top dhe e kupton, po dohet çat hapësirë me kriju që me qenë me ma pak brenga të mundshme dhe ato pak brenga që janë me i ndasë së bashku. Edhe kjo është për mu me rëndësi shumë të madhe dhe për këto çështje unë e mendoj se si çdo sen që ndihmon pak a shumë një familje ja përmirëson pak jetën. Ja hjek prej dore disa senet, kur thash më herët, ja merr fëmin 3 vjeçar, kujdesesh për të dhe ja lën një mundësi që atë kohë ta shfrytëzoj që të vazhdoj punën ose të vazhdoj në një trajnim ose diçka tjetër. Dhe gjithë kjo kontribon në një jetë më të mirë. E kam shumë nga të zemrës se mendoj që jeta është bajagi e shkurtër dhe po shkon shpejt, edhe nëse nuk krijojmë për fëmijët edhe për të afërmit, për të dashurit eksperienca, përvoja që mbahen me atë në gjatë, atëherë po humbim kohë edhe nuk është mendoj që ideja është se kemi një lloj unë ta them në mënyrën siç e them gjithmonë. Ne kemi një lloj kulture parazitizmi valla. Domethënë ne kemi, është deri diku edhe në Serbi, në Bullgari, me këto studentat që i kam këtu nga Bullgaria, për shembull kam shumë dhe kam folur. Është deri diku dhe në Greqi. Po nuk është në asnjë vend si në Shqipëri, ku 99% e nxënësve dhe aktiviteti numër 1, siç ka qenë dhe unë, edhe unë aty bëj brezi për kasë, është kafe. Kafe. Të dalim të shtunën për kafe, të dalim të dielën për kafe, të shtunën bazit të kafe, të shtunën bazit të paradite kafe. Kafe atje, kafe këtu. Te këtu kur të binte radha do bie në një loj calceto, që i bie futboll me këto të voglat. Kur të binte rasti i gaming, video game në kompjuter, por 95, për mos të thënë më shumë, kafe. Nuk ka asnjë lloj inkurajimi, edhe unë shoh dhe një problem tjetër që nuk e di, e mendojnë njerëz të tjerë apo jo, se këto kohët e fundit më kam menduar një çik. Zakonisht fëmijët edhe rinia provojnë gjëra të ndryshme, domethënë, edhe në qoftë se një kulturë është e rrënjosur për shembull, në të raste kafja, shpirti rinor rebel, domethënë do të shtynte të bëjë diçka tjetër, do të shtynte të bëjë diçka për shembull që është jashtë normale, sepse ai rebeli do të jesh ndryshe etj. Unë kam një ndjesi që për sa i përket kombit shqiptar, domethënë kjo mungon në një masë të madhe. Mungon në një masë të madhe sepse shumica e duan atë kafën, e duan atë klubin, e duan atë të rinë të pinë shisha, domethënë edhe në shumë pak vende, edhe vende që nga shumica konsiderohen si hippie apo hipster apo vende koti në Tiranë për shembull, edhe në bare normalisht, kur janë edhe për më të rritur, jo vetëm për fëmijë, por kur janë edhe për të rritur, ka filluar të futen lojra tavoline, siç është shau, dam, letra etj. Kur kam qenë unë akoma para 8 vitesh në Shqipëri, kjo gjë nuk i vinte ndonjëherë mendja njeriu. Letra lozim në bankë të fundit kur ishim në shkollë. Në orë të kolegionit, të italishtës, se s'bënte një mësim etj. Nuk e kishim marrë me mend mund të ikim në një lokal, domethënë, maksimumi të Lloto, Lagjës etj. Gjëra të tilla, për shembull që
duket sikur janë banale, duket ndonjëherë sikur unë egzagjeroj, po ky ka qenë realiteti dhe është realiteti një pjesë të madhe shumë, domethënë. Edhe normalisht unë s'kam qenë një zbulues vet, nuk është se unë kam pasur 100 ide. Po si mund të jetë një mënyrë domethënë që ta thyem këtë rrethin, Teufelskreis, si thonë, që të rrethi i djallit, domethënë, që kjo që vazhdon dhe vazhdon dhe vazhdon, që ta thyem këtë gjë, që mos vazhdojmë, të futet diçka e re. Çfarë do bëjmë? është simptom edhe një farë lloj klanizimi që ekziston qysh nga fëmiria dhe është ose jemi ne ose jemi ata. Dhe nuk lën hapësirë shumë të madhe që njerëzit të jenë pak më të lirë që të shkojnë, unë e quj që teorinë e rrethave që e kam për qefi që e mendoj, është se nëse tazëm je 18 vjeçar ose 20 vjeçar, s'ka më pasysh. E ke një rreth ngushtë të shokëve, e ke një rreth tjetër të shokëve të shkollës fillore, e ke një rreth me ata që shkon lunë calcetto ose futboll ose basketball, e ke një rreth tjetër që mundesh me shku me ta në kazam e ki disa shok me të cilët diskuton për kinema dhe shkon me kinema her pas here. Kjo është dalja, nëse këta njerëz janë të gjithë të ndryshëm, ti pasurohesh çdo herë dhe pasuron secilin grup me përvoja të tjerë, edhe me spoti tjera, edhe me terma tjerë që i përdor, edhe gjuha pasurohet edhe gjithçka. Kur një grup i vogël mbetet i unisuar dhe nuk ndryshon, tazëm janë 3 shokë të ngushtë dhe kur nuk rrin me tjetër kanë përpos ata 3, ai grup bëhet shumë i rand. Unë them ai guri që peshon tepër rand vend dhe është shumë vështirë edhe të hysh edhe të dalësh, edhe kjo krijon dhe është kulturë të ne pak a shumë kjo që vërtet ti takosh një grupi dhe ti takosh me gjithë pjesën tënde. Mendoj që krijimi është tribalizëm. Është tribalizëm, ti themi çka është, por krijimi i hapësirave jashtë tazëm i klubeve sportive në shkolla, i aktiviteteve ndryshme kulturore, i këtyre gjërave që janë të duket që nuk është me rëndësi thelbësore për shoqërinë, por është sepse thyn këtë tribalizmin, sepse ti thua atij grupit po shkoj sot kinema, ta thonë unë nuk e kam për çep, edhe ti e gjen një shok tjetër dhe ko pas kohë, nuk është të thënë me që me thy krejt ato. E diversifikon jetën edhe kështu kur i shehtim në Gjermani, kur i sheh secili e ka pasionin e vet, dhe pse janë pjesë një shoqëri, por e kanë një pasion. Njëri lun basketball, e ka një grup me basketball, tjetri ka pasion futbollit dhe pastaj kur gjenden bashk janë edhe më të hapur ndaj të huajit, janë më të hapur ndaj tjetrit, edhe me thanë edhe më të hapur ndaj një tjetrit, edhe si pasojë më të duhur, sepse mendoj që kjo forma ekstreme toksike është pikërisht ajo që ai tribalizmi për të cilën mburren shumë shpesh shqiptarët, kudo që janë, që ajo qëndruarit besnik ndaj një tjetrit, dhe unë nuk them që duhet tratuar larg qoftë, por vetëm them sado që tjetë e mundshme me u diversifiku nga pak rrethi, me pas disa rrethe, një mu marrë dhe pak ma shumë me familje, një tjetër me me një grup tjetër. Kështu unë mendoj që
e them pak sepse këto gjëra dhe angazhojnë rrethet kulturore, sportive, çfarë do të qofshin ato, mund me qenë edhe fan club i diçkajt ose me qenë një rreth literar ose çka do të tjetë. Unë kisha këshillu gjithë ata që dëshirojnë me ndëgju që pa humbur kohë të gjejnë kohë të angazhohen në një hobi të cilin i pëlqejnë ose një aktivitet dhe të miren me atë çështje në mënyrë ciklike, domethënë një herë në çdo 2 javë ose në të japë me një grup të tjetër njerëzish, edhe kështu pak a shumë jetesa bëhet ma e lehtë për mendimin tim, bëhet ma e lehtë sepse edhe krijohet edhe rrjeti edhe kohë pas kohe të gjindën ata persona ose ju gjindesh. Unë kam shumë shokë dhe gjithka, jo që jam shumë aktiv, por vërtet e kam parë që përvojat e tjerëve, sidomos kur janë të ndryshme, janë qaq frymëzuese dhe qaq ta lehtësojnë shumë sen që ti ke mendu që është e pamundshme, e që ai tjetri e ka gjetë zgjidhjen, e ka bë. Edhe e ka për shumë bukur gazment, edhe unë e kam ndjer pak edhe në temat që ne kemi diskutuar, domethënë nuk e di nëse ti e ke vënë në mënyrë aktive apo pasive që për këtë gjë që sapo the tani, për përvojat e të tjerëve, se si mëson ti nga përvojat e të tjerëve. Unë i përkas grupit njerëzve ose i përkas asaj lloje mendësie që mendoj se mund të mësojmë nga dikush tjetër, nga gabimet e dikujt tjetri, nga eksperjenca e dikujt tjetri, ku dëgjon, e tjerë, po që ka lidhje me një person tjetër që ti mund ta marrësh nga duke e vëzhguar, por mund ta marrësh edhe nëse ai person dan atë eksperiencën me ty. Është një pjesë shumë e madhe e njerëzish që nuk besojnë te kjo. Është një pjesë shumë e madhe e njerëzit që janë solo në jetë, që thonë që jo, nuk mëson asnjëherë nga tjetri, të thojë çdo lloj gjë që duhesh ta provosh vetë. Kjo është për mendimin tim një lloj mënyre mendësie shumë fatkeqëse se ty të izolon edhe të bën që mos të besosh më me asnjë gjë tjetër përveç se vetes tënde, edhe me dojë mos do e kesh më shumë të vështirë. Personat që e kanë aftësinë të mësojnë nga gabimet e tjetrit apo nga tregimet apo nga eksperiencat, i cilësoj edhe deri diku më të zgjuar. Se e kanë kapacitetin me analizu diçka pa e djegur vetë dorën, e kupton? Se bie që se duhet ta futet dorën te zjarri që ta provosh që zjarri është i nxehtë. Sepse ti deri tani s'e ke futur ndonjëherë, vetëm njerëzit ta kanë thënë që zjarri është i nxehtë. Edhe kjo është një fatkeqësi për shkak, është besimi në shoqëri, besimi tek njëri tjetri, domethënë. Kjo ndarja është unë e shoh sigurisht më poshtë se sa ka qenë ndonjëherë më përpara gjatë gjithë kohës, domethënë. Ka shumë pak besim tek njëri tjetri, është gjatë gjithë kohës është individualizuar njeriu jashtëzakonisht shumë. Jo se është gjë e keqe. Se normalisht që unë të bëj diçka të mirë për ty deri në një farë pike do të jem mirë vetë. Unë do të kem gjëra të mregull vetë, që normalisht ta ndaj atë eksperiencë me ty ose të ndihmoj ty me një lloj problemi. Por mendoj se kemi kaluar atë, e kemi të kaluar jashtëzakonisht shumë, edhe po flasim për masat gjithmonë, po flasim në përgjithësi se është një pjesë e madhe që fokusohet vetëm tek vetë, domethënë që nëse jam unë në rregull, me ndër marrëveshje të varej lesh të tjera, nuk ka shumë rëndësi. Nuk është e saktë. Edhe shkencërisht, matematikisht, statistikisht është e pasakt. Ti e the edhe më përpara, nuk mund të jetë fëmia i shëndetshëm, se e ke thënë shumë bukur atë çfarë. Nuk mund të jetë fëmia im i shëndetshëm me fëmijëve të sëmur. Po kjo nuk vlen vetëm për fëmijë, kjo vlen për çdo. Se ti s'mund të jetosh ose s'mund të vish rreth personave që nuk janë të plotësuar, që nuk janë të gëzuar me jetën e tyre. Edhe kur të dalësh i paprekur, sikur s'ka ndodhur asnjë gjë.
Jo, do të mundoj si individ. Vetëm nëse pastaj je kështu psikopat, katil që s'të intereson është tjetër gjë. Po 99% e njerëzve janë empatik, janë njerëz të mirë që i dhimbte diçka. Edhe kur dëgjon fjalët dikujt tjetri, sidomos kur janë më të mëdhenj, shumë brezi im ka një lloj problematike shumë të madhe me dëgjimin e fjalës, i duken sikur të vjetrit janë gjithmonë të prapambetur, i duket sikur ja kanë gjithmonë me të keq, i duket sikur kanë ngelur akoma në kohën e qepës, i themi ne në Shqipëri, në kohën e kryesisht shpatës, që gjë që nuk është e vërtetë. Ka edhe kësi edhe asi, po nuk do të thotë që çdo lloj gjëje që vjen nga një person i vjetër është automatikisht e vjetur, e kalbur e të tjerë e të tjerë. Janë disa gjëra domethënë që mblidhen bashk edhe japin këtë produktin që ne po themi që nga cila do anë që ta shohësh domethënë, hije shikon. Është shumë e vështirë t'ja shohësh atë anën e shndritshme domethënë. Unë shikoj fakt shumë shqetësues të pjesën. Edhe për të rrotësosh të normalisht, po edhe si pyetje në vazhdësi të kësaj, cilat janë 3 problemet, sipas mendimit tënd, 3 pikat më kryesore, temat më nxehta, temat më të rëndësishme ose pyetjet rreth kombit shqiptar, domethënë. Për të thënë si duash, për momentin, sipas teje normalisht. Unë mendoj që kombi shqiptar ka pas një bifurkim në një të kaluar për shkak ndarjes fizike dhe ndarjes ideologjike dhe gjitha që kanë ndodhur, edhe mes atyre që janë mbetur në Kosovë, por edhe mes atyre që janë në diasporë dhe atyre që janë në Shqipëri. Por gjitha këto dallime janë duke u shuar dhe është duke u formësuar një bashkëpunim i cili mund të krijojë frute sa më të mira. Mendoj aspekti kulturor, letrar, arsimor është dëm sot që nuk përdoret mjaftueshëm një treg unik i librit, një treg unik sepse ashtu e kërkojnë njerëzit domosdoshmë dhe sot nuk e ki disa shtëpi botuese në Prishtinë, disa shtëpi botuese. Pastaj librat ndoshta çarkullohen, por nuk ka kurfar kuptimi me pas me qenë këto të ndara. Edhe kjo kish mujt me shku drejt me shpi drejt një formësimi më të madh të kombit, shkollimi unik, domethënë është gjuhë shqipe, shkolla shqipe, për mua duhet të ishte edhe me të njëjtin plan program dhe krijon gjuha e formëson, rinin e formëson atë që mund të thum ata, ne, dhe nuk do të kishte më ne dhe ata, por do të ishte jemi ne. Dhe kjo është një pikë shumë e rëndësishme. Problemet që mund të dalin është dhe që janë pak akute, është që vërtet politika në një kohë të gjatë është përzier me një botë që nuk ka qenë, nuk është dashur të përzihet, ndoshta botë, jo me thonë, edhe mund me thonë edhe kriminale, edhe e pandershme, dhe nuk janë shiku interesat e vërtet po them të popullit të kombit si dojmë ta quajmë, duhet si komb për të bërë komb i fuqishëm, duhet të kemi
ndoshta një gjenerat të re të presish partijaku, jo vetëm partijaku, ndoj shoqëror, që njerëzit më shumë të angazhohen në politike dhe më shumë të miren me atë që se si ta për mua është më rëndësishme me kriju një kom evropian. Jo në atë kuptimin evropian të evropianizuar, por në atë kuptimin evropian që të jemi një kom që e ka vërtet kujdesin ndaj fëmijës, kujdesin ndaj të moshuarit në zemër të tij. Domethënë nuk duhet të jetë kjo një çështje periferike. Dhe kur kjo të bëhet, kur të arrihen këto gjëra, pastaj kombi, populli i mbron, edhe për t'i mbrojtur bashkohet. Kur të arrin për shembull një të drejtë të një sistem shëndetësor në nivel e tutje. Çdo kush do dëshiron ta thyejë atë sistem shëndetësor, populli do del në rrugë që ta mbrojë. Por sot nuk i kemi të arritura, edhe aspiratat nuk po arrin politikanët të na i thuajnë që të jemi bashkë që t'i mbrojmë. Nuk po dalin me ide progresive. Po du me marrë shembullin në Francë, për shembull sa herë që një arritur sociale vihet në dyshim, i gjithë populli bëhet komb. Edhe del në rrugë, edhe mbron se thojnë kjo është çka na bën neve francez. Dhe po du të them që edhe kombi shqiptar, pikat që i bashkon edhe që i bën bashk këtë popull duhet të jenë të arriturat sociale, duhet të jetë një jetë më e mirë për një jetë më e mirë për më të moshuarit, dhe kur kjo na bashkon, ky qëllim që ta kemi një synim të krijojmë një rini të shëndetshme, kjo është mendoj një formë e mirë e të bërit bashk. Nuk besoj që atë shumë në atë që kombet i krijojnë prisit e të kaluarës. Isha diskutonim në Space, dhe për atë që neve mund të jetë një lider, sado që ndoshta të gjithë nuk e kanë dashur, për dikën tjetër nuk është dhe fillon e shanë. Domethënë liderët dhe të kaluarit nganjëherë krijojnë më shumë mbasi se sa që krijojnë një bashkim. Kështu që është për mua kombin do ta forcoj dhe do ta frymëzoj një aspirat për vërtet që këtë vend ta ngrisim në një nivel ku të gjithë do të jetojnë më mirë. Edhe nuk ka asnjë arsye pse të mos jetojnë më mirë, është klima më e mirë që ekziston në botë, ndoshta në Shqipëri, në Kosovë, janë kushtet, si më thonë, afërsia në qendër të krejt botës, dhe nuk ka hapësirë mos me pas shpresë që këtu mund të bëhet vërtet një diçka shumë e madhe, shumë e mirë. Edhe kjo aspirat mendoj e formëson më shumë një komb se sa e kaluara, sepse e kaluara nuk është shumë shpesh e ndritshme, edhe unë më shumë unë i respektoj të gjithë edhe i nderoj dhe i përkujtoj të gjithë baballarët dhe nënat e kombit, por jetoj më shumë për që vërtet i kemi disa aspirata për bashkët, një jetë më të mirë, edhe këto të na formësojnë bashkësinë. Po sepse dhe ata që kanë luftuar, pra të punë kanë luftuar.
Unë e kuptoj, shiko, është kjo tendenca gjithmonë, domethënë që do i kujtojmë, do thënë po na kanë bërë kështu, na kanë bërë ashtu, ka ndodhur kjo, ka ndodhur ajo. Po, mund ta mendojmë këtë në gjatë gjithë kohës. Edhe unë e mendoj. Gjithë secili e mendon se është gjë është dhimbshme, është luftë, është humbje jetësh, janë njerëz që janë të pagjetur. Normalisht. Por duhet të perceptohet edhe fakti që këto të gjitha gjërat kanë ndodhur, jo që ti të kesh mendjen tek ato që kanë ndodhur, por kanë ndodhur që ti të krijosh diçka më të bukur në të ardhmen. Eksaktësisht. Nëse ata dhanë jetën për shembull që ne tani të flasim shqip bashkë, të diskutojmë këto lloj tema, ne mbase s'do japim jetën, po do japim ku dëgjon një fjalë, një fjali, një ndjenjë, një shikim, një buzëqeshje, sa do çfarë lloj gjëje të vogël, domethënë që të bësh diçka për tjetrin. Edhe prandaj e kap edhe pak atë pjesën më parë në që është individualizmi, sepse shiko, nga ana psikoanalike, domethënë edhe nga hormonet që lëshon truri, kjo e trishta me të gëzueshme janë shumë afër. Janë emocionet që janë më afër njëra tjetrës, që lëshojnë hormone, domethënë pothuajse të njëjta dhe enzima të njëjta në tru. Edhe normalisht krijon dhe një varësi kjo. Edhe unë jam goxha patriot, ndonjëherë akuzohem edhe për nacionalist për shembull, por nuk jam me atë faktin që duhet të jetojmë të kaluarën. Nuk jeton robi në të kaluarën. Po, duhet i përkutojmë, duhet të marrim mësime, duhet të mundohemi deri diku të vendosim drejtësinë në vend atje ku duhet, sidomos atje ku është kritike, por nuk mund të sakrifikojmë domethënë të ardhmen e brezave të tjerë. Sepse kjo momenti, kjo 10 vite, 26 jam tani, po këto 70 vite, po themi në rastin normal, 75 vite, mosha mesatare në Shqipëri, aty duhet jetë, që do jetoj unë, janë të papërfillshme fare kur e mendon se sta brezat do vinë më pas. Edhe duhet të jesh vërtet shumë cinike dhe shumë egoista, marrësh veten aq seriozisht, domethënë që vetëm ti të jesh personi që ja kalon mirë. Është e padrejtë. Gjithmonë duhet të lidhet gjithmonë me pjesën që çfarë do lësh mbrapa, çfarë është trashëgimia, sepse e dim që trashëgimia e vërtet domethënë është një fëmijë, nëse s'është fëmia, është komuniteti, është gjithçka që ti bën në këtë botë, domethënë sepse ato të tuat janë thjesht personale dhe shumicën e gjërave, sidomos kur je izoluar si individ, vetëm ti do e dish, apo korrigjon nëse jam gabim. Çdo lloj gjëje që ti ja kalon bukur, nëse ti nuk e ndan me asnjë njeri, ato do humbin përgjithmonë kur ti dhe unë të vdesim, apo jo? Po, humbin. Është edhe humbin edhe me njëherë, domethënë gjërat që nuk i ndajmë, edhe të mirat që nuk i ndajmë, po dhe të këqijat do të konsultohemi me të tjerët, edhe unë nuk kam shumë problem edhe vuajtjen, mendoj që edhe vuajtja është një aspekt që është i dobishëm për formësimin e qoftë një njerit, qoftë një kombi, një organizate, çka do është e nevojshme. Është sikur shija e idhët, ata që janë mësuar të pinë kafen me sheqer, kur kalojnë edhe pinë kafen pa sheqer, pastaj nuk mund të pinë me sheqer, sepse ju do është Më bën reaksion direkt, unë s'mundem më përzihet. Edhe për këtë arsye mendoj që këta këto që i ndajmë, edhe që i lejmë disa punë ti i bëjmë bashk, sepse është më lehtë, dhe për ato punë që i lejmë ti bëjmë bashk, kujdesemi njësoj sikur për punët që i bëjmë për veten tonë, atëherë është arrim të bëjmë diçka, dhe mendoj që unë kam besim shumë të madh te rinia dhe kjo gjenerata e re e të rinjve, edhe pse në shikim të parë nuk nganjëherë mendojmë që nuk janë të kujdesshëm dhe nuk janë mjaft të informuar për disa gjëra që neve na bëjnë më shumë përshtypje, por kur diskuton e sheh nganjëherë që
janë aty, nuk është që kanë ikur nga gjitha që na preokupon të dhe neve. Për këtë arsye mendoj që do të punojmë me ta më shumë dhe të përfitojmë edhe ne, edhe kjo elementi generacional, se ndoshta po kthejm pak, por është interesant që mu ardhri më pyeti dje, ardhri një djalë më pyeti dje, ti po përcjell shumë njerëz në Twitter, unë faktikisht përcjell shumë të rinj në Twitter sepse më duket që e thith atë jo edhe trendin, por edhe fillin e diskutimit, edhe brengen, edhe e sheh përmes tyre se çka është duke ndodhur në shoqëri dhe për shumë gjëra, nëse do të kishte diskutim do intergeneracional, siç po flas unë jam më vjetër se ti, por na diskutojmë dhe kuptohemi, edhe unë mësoj prej teje, ti mëson prej meje, dhe në fundit është mirë të krijohen këtu edhe urat, edhe respekti i ndërsjell, e që sot mendoj që respekti ndaj të rinjve është në zero, mendoj që nuk janë mjaft të çmuar sa duhet të suportuar me përdoni një anglicizëm, e që do të ishte më mirë. Shkon shpesh në Shqipëri, Blanke? Shife, unë në fakt e kam pasur në qikë këtë rrugtimin tim këtu disi problematike dhe me disa malore ndryshme, domethënë edhe mesatarja e të shkuarit në Shqipëri ka qenë 2 herë në vit, edhe jo për periudha të gjata, që nuk është gjë e mirë. Dhe të përmendur dhe fakti, domethënë që unë vi nga një familje punëtore, nuk është se jemi në gjendje të mirë ekonomikisht. Është pothuajse afërsisht me atë që the ti vetë çfarë për veten tënde, domethënë. Për disa njerëz, për shembull, nga familja nga vi unë më duket e varfër, por mua nuk më ka munguar asnjëherë asnjë. Kjo e përmbledh domethënë si arritur unë, domethënë, mbase nuk kemi pasur ku dëgjon makina apo veshje firmato Nike Dreqi, po ama e kemi pasur gjithmonë shtëpi plot, kemi pasur gjithmonë frigoriferat plot, kemi pasur për të veshur, për të ngjeshur, këpucë gjitha, çdo lloj gjë, domethënë ka qenë on point. Kështu që atëherë normalisht se kam qenë dhe unë fëmijë për shkakun më ikte dhe mua truri kur shikoja të tjerët që bën një shpenzonin lekë dhe telefona etj. Por kur rritesh, kur kalon ca kohë, kur fillova pastaj që nxjerr dhe lekun vet që punon edhe bën, pastaj vjen pjesa që shiko, dalë se edhe ai shkesh nuk e pas kam patur. Por që tani unë sapo e kam mbaruar shkollën e lartë, më thënë, edhe kam filluar punë kohë të plot. Kam 3 vite që punoj në industrinë time, si inxhinier në ndërtimi, po kam punuar si asistent deri tani më, edhe tani kam filluar me kohë të plotë, më thënë, me drejta të plota, me përgjegjësi të plota etj. Edhe ma manja se tani do kem pak më shumë mundësi si financiare, po edhe kohën stabile për të planifikuar pushime. Eksperienca. Të të mirë, është një... Askush nuk do të dekurajohet nga kushtet materiale, ose mendoj që do të secilit të punoj sa më shumë edhe sa më mirë edhe në bashkëpunim me të tjerët, ato gjë luksi, gjëra tjera mund të duken mirë, por nuk janë që i plotësojnë disa zbrastira që mund të vinë nga të tjera tonë. Unë këtu ku jetoj... Nuk i plotësoj fare, unë jam një fëmijë që kanë filluar 4... më fal.
Jo, vazhdo. Po ndëgjoj. Jo, po thosha që unë mbështet atë që the ti që nuk I plotsojnë për të vetëm fakt se unë një fëmijë që kam filluar të punoj për tjetrin, se pavarësisht se ne kemi edhe disa prona të vogla, domethënë që na kanë marrë prindit nga pas, na kanë deri diku, le të themi na thonjza, edhe na kanë detyruar me punojnë çik me që të na mësonin se si është sa e vështirë është, por unë kam filluar të punoj edhe për tjetër, për një të palë të tretë, për shembull, kështu kamarira gjëra që 13-a, jo 13. Ose 14 ose 15 vjeç domethënë edhe shijon më shumë. Domethënë edhe pse duket absurditet do thosh jo po si ka mundësi si janë rrogat e këqija, shijon më shumë. Ai leku që e bën vetë domethënë sado I vogël të jetë, të jep atë kënaqësinë e një lloj absurditeti, suksesi sikur ka arritur në një gjë më të madhe, sidomos në hapat e para, sidomos në punën tënde të parë. Prandaj edhe europianët I fusin fëmijët nga 12 vjeç të shpërndajnë gazeta. Me që ta provojnë atë lloj ndjesie. Plotësisht. Me plot drejt. Falë. Okej, Bleon. A kemi Po, ka se edhe shiko, unë me ty, domethënë më pëlqen jashtëzakonisht shumë të bisedojmë bashkë dhe mund të jemi edhe 4 orë, po unë po mundohem që mos I zgjas shumë të bisedat sepse e kanë votuar tek podcasti që I preferojnë nga 1 orë deri në 1 orë e gjysmë, kështu që ne jemi në golden point, jemi në pikën e artë të podcastit. Ta mbyllim me një gjë kështu të lezetshme, domethënë koc, unë jam kuriozitet se jam fan I ushqimeve. Cili është ushqimi jot I preferuar? si më thanë, më duket që më së shpeshti kur kam mosafir shumë të rënd, kam qef me bërë një tornado Rossini, sepse është pak arkitektural. Në familje ki një copë mishi që zakonisht nuk është shumë e madhe, po është e prem një medaljon ashtu më I trash, dhe e ki një foie gras ose mushkëri rose si e quni, dhe kur I fërgon ato, më në fund e pre një copë buke po ashtu të trash edhe e fërgon. Dhe tash I ngrit ato, si më thonë, 1 mbi 1, edhe në pjatë duket lezetshëm, dhe në fund e merr pak porto edhe e qet në tigan për me deglazu dhe me bën një sos ashtu për mi. Edhe ja hudh sosën edhe në tavolinë duket mirë, është shumë e sheshme, është një përzierje e mirë e shijeve, por mu duket që para gjithash është ajo elementi që buka e rreshkur poshtë e merr atë sosin që shpërndahet dhe mbushet ashtu, edhe është më duket që është më spektakulari, nuk don shumë kohë, në 5 minuta, 10 minuta, një copë të mishit ashtu më të butë dhe bëhet dhe mundet me shërbi edhe me diçka tjetër. Më duket që kjo recet është të bën më njëherë të ndihesh pak ashtu ma I arritur edhe ndihesh që me tendencë të veta, domethënë për ato arsye të veta me tendencë pse e kanë vënë, domethënë që gatuan edhe për shumë persona shembull mirë, unë jam vetë shumë apasionant rreth gatimit, të pjekurit po ashtu, të pjekurin e kam dashuri komplet, domethënë edhe është duket ndonjëherë sikur është ndonjë gjë ekstraordinare, domethënë të gatuash, kurse unë klasifikoj gatimin si një detyrim për çdo lloj njeriu, se të bën humble, domethënë gatimi ta ul kokën deri në momentin që e mëson.
domethënë të bën që të mbledhësh durimin, domethënë çfarë lloj nervi, çfarë lloj temperi të kesh. Unë njifem që kam nerv, domethënë që nerv genocidal për momentin, po gatimi të ndihmon, atë është antistres, është gjithmonë ta jep atë kënaqësinë, domethënë sidomos kur e mbaron në fund. Edhe pse oreksi mund të jetë ikur fare dhe s'don me hongër, domethënë po thjesht kënaqësia është aty. Është edhe një sen që gatimit të ndihmon në jetën në zhvillimin personal. Për gatim ti duhesh me ditë sa kohë bëjnë për të bërë gjërat. Dhe edhe një jetë ti je më i arritur nëse e din sa kohë marrin gjërat për të bërë. Për të shkuar dikon, duhet ta dish pavarësisht a më vjen 15 minuta këtu, 5 minuta të përgatitur më herët, duhet ta bëj një dush 5 minuta, 10 minuta, edhe duhet të dish që është jo që jam në fan si planifikimit, por kam qef të di ta kuptoj më saktësisht se sa bëjnë gjërat. Edhe në politikë, edhe kur dikush flet për gjëra që flet sikur do t'i arrijm javën e ardhshme, kurse ato ndoshta marrin 100 vjet, është më ndryshe. Duhet të dim atë aspektin e kohëzgjatjes së saj. Në kuzhinë është shumë e rëndësishme që nëse don me përgatit një gjë që merr kohë shumë gjatë, do të nis më herët. E nuk mundesh me marru pasol në 5 minutat e fundit, po bëj pasol. Kështu që është një aspekt. Kjo është, shiko, këto janë të lidhura me njëra tjetrën, se është jetë në fundit. Pavarësisht se duket kuzhina, do thonë shumë njerëz që po çfarë po thon ta, çfarë lidhje ka kuzhina me jetën e përditshme kur do jetë unë në punë. Është gabim, çdo gjë është e lidhur. Ajo kuzhina është thjesht një miniaturë e jetës, sepse ti normalisht duhet të dish që si funksionon çdo lloj gjëje, si skuqet çepa, si skuqet patatja. Sa do kjo të bëhet, sa do ajo të bëhet, ajo që theti më përpara, domethënë. Siç është edhe në jetë. Unë marr në industrinë time për shembull, unë duhet të di sa si bëhet një proces, si lyhet një mur, edhe sa zjat. Edhe kur ta filloj, kur ta mbaroj. Sa duhet të jetë temperatura jashtë, sa duhet të jetë temperatura brenda. E njëjta gjë që duhet edhe për ushqimin. Apo. Pikërisht. Është shumë e rëndësishme, mendoj që është një shumicë e njerëzve i japin pak rëndësi asaj atij sekuencimit të gjërave, që për të arritur një gjë duhet kjo të jetë paraprakisht e përgatitur, për të arritur kjo duhet kjo tjetra, edhe mja nis gjërave nga fillimi. Prandaj edhe ne sot diskutimin e nisëm prej shkollimit, sepse nëse ti nuk e rregullon atë në fillim, ti kur nuk do t'i kesh njerëzit e përgatitur për gjërat që ti mundesh me kretë, ky sekuencim është shumë e rëndësishme edhe prioritetet të cilat duhet t'i kemi. Por kuzhina është si në Gjermaninë përpara 95-s, si në Gjermaninë përpara 95-s dhe Shqipërinë në kohën e komunizmit, e para fare këto lëndë duhet futen prap ose të rikthehen me detyrim në shkollë, që të mësojnë si të ngulësh një gosht vëlla. Por mua ma shpi fakti që sa numër i madh i meshkujve që unë i njoh, nuk din të ngulin një gosht. Nuk ka rënë rasti thonë marrim telefonin e elektricistit për të ndryshuar llampa. Po kjo është e papranueshme. Unë vjen keq. E papranueshme edhe për mua. Është e papranueshme se unë nuk mund të pretendoj që unë të ndërtoj një botë me ty, domethënë të pushtojmë botën ose të ndryshojmë konceptin kur ti nuk ndryshon dot një llamp. Të lutem, nuk dua të jem diskriminues, por në këtë rast fol gas. Pikërisht. Ja, është e vërtetë që disa gjëra duhet të kemi të njohtuna dhe duhet të dihen si të njohtuna dhe këto vërtet po çdo shkolla, por edhe ato aktivitetet ekstraskolare duhet të jenë më të suksesshme. Shpresojmë vetëm që të paktën këto tema që ne i cekëm, që unë normalisht do kisha shumë dëshirë që
të më vi edhe herë të tjera dhe herë të tjera madje të merreshim me një nga një, t'i coptonim, në qoftë se na përputhen kohët normalisht, edhe t'i futeshim më në thellësi normalisht, tani më që poftoj edhe një grup më të madh njerëzish, edhe i kam klasifikuar disa se për cilat janë pasojnët e gjithë secilit, edhe mbas mund të bëjmë disa raunde edhe me një ose dy persona të tjerë. Unë të falenderoj që ishe Gazi, falenderit pafund. Nuk ngela as pak e zhgënjur, përkundrazi i kaloi pritshmëri, domethënë, kështu që më bëhet vërtet shumë qefi dhe shpresoj të dëgjojmë ose edhe të shihemi herën tjetër. Falenderoj shumë ke bën nder që që nderuar që jam këtu dhe diskutojmë prapë edhe në space edhe këtu kudo. Falenderoj shumë. Faleminderit. Ciao njerëz.